Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar teleshikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni, përshëndesim me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takohemi në emisionin e radhës, një emision i ri me një temë të re, e cila i përkushtohet shpirtit, i përkushtohet përkushtimin ndaj Zotit Madhreshëm. Unë Bedresyla së bashku me bashkëbiseduesin tim, Farudin Hashani, do të flasim rreth një ushqimi të shpirtit. Është fjala për namazin, si shtyllë e fesë. Kur jemi te namazi e dim që është një obligim me cilën Zoti i Madhreshëm gjithë besimtarët i dalloi dhe i obligoi për të mirën e tyre. Prandaj shohim që edhe Muhamedi alayhi salam ka folur rreth namazit, na ka porosit për namazin dhe ka folur për atë thesar që është i pashtershëm përmes të cilët besimtari e plotson personalitetin e tij. Çka është namazi? Çka do të thonë namazi? Çfarë rëndësie ka namazi? Pse obligohemi që ti për ulim Zotit Madhreshëm dhe çfarë është dallimi mes atij që falet dhe nuk falet dhe çka do të thotë nëse e kuptojmë namazin vetëm në aspektin trupor, në kuptimin e zhveshëm nga ana shpirtërore e tij. Gjitha këto do t'i bashkëbisedojmë në studio me bashkëbiseduesin tim Farudin Hashanin. Kisha me lidh me ato që the shpirt edhe ushqim shpirtëror, vetë Zoti përderisa e ka obliguar shumë vende në Kur'an dhe na ka thirrë dhe i ka dhënë çash rëndësi të madhe, shumë njerëz nuk ja din vlerën, se sikur ja kishin ditë vlerën realisht nuk kishin me lënë namazin. Pa namaz, vetë fjala që the shpirt, t'jep me kuptu që ai njeri ndoshta hec, ama i gjallë nuk është. Për arsye se tregohet një rast që pejgamberi te sami kanë ardhur disa njerëz kanë dëshmë mu bu musliman dhe i thonë, a bën mu buna musliman, ama mos më falja 2-3 vjet. Thot pejgamberi sami, jo. Thonë, a bën më kon na musliman, ama mos më fal një kohë të caktuar. Lypin alternativa me ik namazit, se ju doket si ngarkesë, a realisht namazin islam na e dim që është qetësi. Përderisa ushqim shpirtëror, sikur ushqimi qyshe ushqen trupin e njerit, që kur hajmë dhe pim, e njëjta është në namazi që e ushqen shpirtin pej problemeve tjera. Por që ata pejgamberi sa këtë alternativën këtë zgjedhin me u bë musliman, ama mos më fal se pranoj kë kurçysh. Se ky është ushqim, pa qit ushqim shpirtit, atë shpirti nuk është i gjallë. Ndoshta Farudin është edhe aspekti që nganjëherë njerëzit disa veprime që i përmban namazin, aspektin e jashtëm, që ne i pequjmë si aspekti trupor i namazit, e kanë kuptuar që namazin si diçka që janë disa veprime që i bën njeriu, qoftë ngritja e durve apo lëvizjet që i bën të përfshirë rukun, sejdën, dhe kanë kuptuar që nëse bën këtë formë, realisht e ke kry namazin. Ndoshta ke ka mashtruar ata me kuptuar që namazi përbohet vetëm prej trupit. Po shpirti natyrisht është ajo esenca, sikurse nëse bëjmë një krahasim namazin me njeriu. Njeriu ka trupin edhe shpirtin. Të dyat janë të domosdoshme. Të dyat e plotësojnë njëra tjetrën, por më e rëndësishme është aspekti shpirtëror. Se këtu ndoshta shohim që ka njerëz edhe që falen, por nganjëherë shet që nuk përfitojnë shumë prej. Namaz nuk jep rezultat. Po nuk jep rezultat. Ndoshta kur themi ne me fal namazin, ose kur e dëgjojmë urdhën e Zotit që mu fal namazin, nuk duhet ta kuptojmë namazin vetëm disa veprime të jashtme që i bëjmë na, po duhet me këshyrë se sa na peshijojmë realisht namazin. Ndoshta kjo është edhe kur pejgamberi sallallahu nuk ka pranuar që shoqëria islame apo individ islam me bëj jetën pa namaz. Ndoshta pejgamberi sallallahu ka pas për qëllim që namaz, ama në kuptimin namaz me shpirt. Jo ndoshta me trup. Namazi është interesant se na e dim që Islami ka 5 shtylla që e mbajnë fen. Po cilën do t'ja hekesh është dëm i madh. Mirë, po ka një hadith që ka thonë pejgamberi sallallahu pikërisht veç për namazin ka thonë shtyllë e fesë. E ka veçuar këtu. Për shkak se është interesant namazi, këtë shtyllat e islamit hin namaz. Shahadeti hin namaz. Shtylla e parë e islamit. Agjerimi hin namaz, për shkak se do thotë namaz nuk mundesh edhe më falë me hongër. Çështja e haxhit na kthejmë drejtim të Çabës, drejtim të kiblës. Zeqat, është një zeqat trupor dhe shpirtëror që duhet me dhënë namaz. Këtë obligimet lidhen me namazin, për që ta rëndësia shumë e madhe në namazit, duhet me kuptu njeri që nuk është veç ullje e qumja, apo që thojmë na me i thy gujt badihava,
është aspekti fizik që ndihmon shumë, sidomos e ka vërtetuar shkenca që po, edhe për të më shumë të shumë e dobishme këto lëvizje, mirë po aspekti shpirtëror është shumë i rëndësishëm që duhet me pas parasysh pa qita, do thot namazi çka thot Zoti, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, namazi largon pejt këqijave dhe të neveritura, ato gjanat e këqija. Shta nuk mundesh, pse Zoti e kalon interesant? Pse e kalon më fal 5 herë në ditë, farz? Pse 5 herë në ditë, edhe në kohë të caktuar, jo kur dush ti. Kjo ndoshta është ajo pyetje që shpesh herë ushtrohet teologëve, hoxhallarëve, predikuesve të fesë që bëhet kjo pyetje pse më fal 5 herë ose a ka mundësi këtu 5 herë mi bë mbrana një kohë të caktuar mi kry për shkak të angazhimeve dunjos dhe të jetës të përditshme që i kemi. Në rregull, atëherë pse han 3 herë buk? Pse lodhesh me hub kohë? Pse s'han një herë me kry për 24 orë? Domethënë qëllimi është që vazhdimisht me qenë lidhje me Zotin e Madhreshëm. Patjetër, për shkak ka thonë pejgamberi sa është fjala renditja e namazeve, fal namazin e sabahit, aktivizohesh punë, dynjallëk, përditshmëri, lidhesh me dynjan, po që mos me harru ahiretin ato që e kem synim, vjen koha namazit tjetër që ka thonë pejgamberi sa është ushqim për shpirtin, namazi, edhe i largon, i fshin ato gjuna që e mbu mes vaktit në vakt, mes kohës në kohë, pe sabahit deri në drekë, pe drekës në ikindi, vazhdimisht me kanë lidhje me Zotin. Sa herë që dynjaja të angazhon me preokupimet e saj, pasuria e vladi, gruaja, familja, biznisi tënë ato, vjen namazit tjetër që ta kthen, ka ardhur koha e ushqimit. Kthen në vi. Këtu do shta më ndërlidh me ato që pikushtojmë rëndësishëm aspektit shpirtëror të namazit. Do shta vetë obligueshmëria e namazit, nëse kthehemi në esencë, kur profeti Muhammed, paqja mëshira e Zotit qoftë mbi të, Zoti e udhtoi e barti natën e Isras dhe Mirajit dhe pejgamberi udhtoi në sferat e larta qiellore, atje Allahu i Madhreshëm ja boni obligim namazin. Do shta këtu kuptohet ai aspekti shpirtëror, aspekti shpirtëror i namazit që Miraj për çdo besimtar. Po, që është pejgamberi sa ka thonë në farformë çdo besimtar deri në ditë kiametit ka me bë miraj, ka me udhëtu në sferat e larta qiellore. Çu me çka? Me shpirt. Cili është ai shpirti? Shpirti është namazi. Prandaj këtë është shihet domethënë ajo esenca pse ne shpesh herë falemi ndoshta, edhe ata që falen po flas, po i na mungon ndoshta ai embelësia e çati namazit që e kryjm. Prandaj besoj që kjo temë për të na po bashkë bisedojmë është në interes edhe të atyre që falen, por është në interes edhe atyre që nuk falen, që është një thirrje që s'bën pa u fal. Po edhe këtyre që falen në themi s'bën pa u fal pa shpirt namazit. Domethënë që të formen që realisht ka thënë pejgamberi sa dhe i dërguari i tij këtë rast. Për këtë arsye pejgamberi sa herë ka pas ndaj gale, ndaj dert, ndaj preokupim, për dallim për shumë për neve që kur kem ndaj mërzi ose ndaj siklet që na munon, shyrën forma ndryshme, qoftë Zoti na rujt dikush me harame, dikush me gjëra ndryshme, me qetësu shpirtin për atij problemi që realisht viçë e ngarkon namazi. Dorso pejgamberi sa herë ka pas ndaj problem, më ne herë është lidh namaz. Ato e ka qetësu shpirtin. Ato është relaksu pejgamberi. Ato i ka harru dertet për çata dhe vetë ngritja durrëve namaz, kur i ngrisin durr, japëm me kuptu që dynjan me gjujt mrapa, problemet galet, e lidh direkt me krijuesin. Shpreh, shlirov, qite ato që akime me Zotin ton, ai i cili i largon dertet, hallet, mërzia, ato është veç Allahu xhaleshonu. Ajo është që na zgjidh dertet. Për këtë pejgamberi sa i thekë Bilalit, i thekë erihna biha ya Bilal. Qetësona me namaz. Thërë zonin qetësum, shkarkon pe këtyre problemeve dynjallogut. Ndërsa na fatkeqësisht kanë herë namazin edhe ata që e kryen veç me urahatu pe tina, me largu me kry namazin si obligim, po çka ke marr pe tina? Çka ke përfituar në aspektin e brendshëm? Hisja që subhanallahu i vetmi nëse muj me thonë dikush që e lyp me neve mu taku shpesh edhe nuk i bom bajat asnjëherë, po përkundrazi sa më shpesh taku me to është Allahu xhashon. Thirr 5 herë në ditë, këto farz, ka dikush që e bën vullnetar edhe më shpesh. Ama farz ta ka bu 5 herë në ditë mu taku me to. Mu taku me Zotin. Edhe me shpreh ato që ka ty të munon. Normal, tu e krye adhurimin. Tjetra me të dhonë ty edhe mundësia dhe secilit do për njerëzve me të dhonë rasti mu taku me dikonin që është në pozitë, po flasë kryeministër, ministër, kryetar, president, shkon edhe sikletave, është kapë dertë, siklet. Zgjen ndoshta edhe formën e qëndrimit, pamjen. Krejt ato i kitë kufizuar, më është
garderobën, ashtu që ka ardhur në Kur'an, domethënë për shembull Zoti ka përmendur ka thonë vesh në bukur për çdo namaz, që tregon domethënë se muslimani siç ka thënë pejgamberi Allah është i bukur dhe do bukurinë, po të njëjtën kohë muslimani kur del para Zotit të Madhreshëm është dal para sunduesit suprem. Jo para një sunduesit. Shpesh na bën këto pyetje, a bën fal në pijama, a bën a del takim me dikonin në pijama jo, çu del para Zotit. Por që ata, Zoti edhe të pranon, subhanallah, edhe në forma tilla, Zoti ndoshta edhe të pranon takimin me ty, po duhesh me pas parasysh që po del para krijuesit dhe me kon. Por që Aliu, Zoti qoftë i kënaqur me të kur është ardh koha e namazit, kanë pa që është skuq, është dridh, kanë thonë çka puna jote, ta pedim para kujt po dalim. Ai tu e di para kujt po dalim, para Zotit. Edhe është interesant, subhanallah, edhe pse thirr Zoti në takim, ty harron, kanë shitesh edhe kapadai, nuk i përgjigjesh Zotit. Ama e tjerë vazhdimisht. A ka dikush që më lutet, t'ja pranoj lutin, a ka kush dert, t'ja zgjedhi dertin. Këtu do më ndërhyj pak, te thirrja kur kemi nevojë me thirr dikana, ke po nga njerë ka nevojë, e ka telefonin përpara vetes, edhe i vyn në kohë urgjente me bëni telefonat. Po problemi është që telefoni ti ka batari, po nuk ka kredit, s'ka mbushje. Prandaj është një varfër më është pamundshme. Ne bëjmë një krahasim, thamë që namazi apo imani dhe namazi, që shpesh herë këtu është bëni polemik, domethënë që ai që falet a musliman as është musliman, këtu unë bëj një fakt krahasimi, thamë që me telefoni e bataria realisht e telefonit që është të domosdoshme për me, sa dush ki mbushje kur s'kish batari, unë bëj një krahasim, thamë bataria është besimi. Dhe ne obligohemi që me vepra të mira me freskuat batari me mbush. E bëj një krahasim tjetër, thamë kur është pyetja e namazit. Dhe namazi është ai krediti, përmes cilit të afrohet mundësia me thirr. Prandaj esenca është bazamenti i fesë tonë është me besu Zotin dhe ajo që ka ardhur prej Zotit të pejgamberit. Kur jemi te namazi si shtyllë e fesë, këtë rast na kemi nevojë domethënë që me forcu lidhjen me Zotin, me fal namaz. Në mënyrë që në situata caktuara kur kemi nevojë, ne kemi nevojë vazhdimisht për Zotin e Madhreshëm, po nga njeriu ka disa dëshira, ambicie me plotësu në jetë, nëse ti se kryen namazin, atëherë Zoti në Kur'an po thotë kërkoni ndihmë tek Allahu me çka? Me namaz. Prandaj nëse ti s'ki namaz, s'ki realisht, s'ki kredit, çushme, atëherë na shpesh thonë ju kum lut Zotit s'ma ka pranuar lutjen, pa falesh ti, jo nuk falna. Prandaj është ajo lidhja, ajo mundësia që ta bën ty të mundshme që momentet caktuara ti kur kërkosh Zotin, kur të thërsh Zotin, Zoti mu të përgjigj. Prandaj besoj që edhe ata që po na dëgjojnë neve teleshikues, duhet me bëj qartë me kuptuar që kreditin duhet me shtu. Në atë kuptimin duhet me shtu atë mbushjen, sa më shumë që na përkushtohemi namaz, na kem hise prej namazit. Më thonë, e kem namaz që është i vlefshëm, i cili na mundson neve që lidhja jonë me Zotin me kon lidhje sinqertë. Prandaj, në këtë formë besoj që do të më kuptoj jo vetëm namazi, po në përgjithësi adhurimin në formën universale, formën gjithëpërfshirëse, çaja që e ke ndjetje. Këtë pikë që unë do ta kisha përmbyll nëse sigurisht kimë ashtu diçka. E kishin pyet një dietar, kishin thonë, pse kur po lidhesh namaz, po të thrasëm, po të ftojmë, nuk po na nin. Kështon kur të lidh në namaz, unë llogaritin që më lidh me Zotin. Edhe vetëm në zonë që ndëgjoj në atë kuptimin, e ndëgjoj atë zonën që më thret i mbrëmshëm, ai që më thret për tek Zoti i Madhreshëm. Zonat e përjashtëm i ka llogarit si zona të cilët bëjnë zhurmë. Këto sinjale të tjera ka thonë nuk i dëgjoj, se gjithçka trupi jam ju ka përkushtuar Zotit të Madhreshëm. Nganjëherë ndoshta na i kushtojmë rëndësi domethënë veprime, i kushtojmë rëndësi domethënë anëve të jashtme, harrojmë atë esencën. Çështja e formalitetit fatkeqësisht po vrehet në gjitha aspekte, në gjitha porët e jetës, e që Zotin normal, formaliteti, çështja e anës fizike ato janë që duhet me kanë, po pra përqindja më e madhe është te Zoti aspekti i mbrëmshëm, se për çata nuk e pranon Zoti dhe nuk e pranon Islami që njëri për shembull që falet me kanë edhe me i punë vetkëqija, se çaj namaz duhet me reflektu me lanë gjurmë te njëri, që tjetri kur të shë me thonë valla mu fal ko ka mirë. Po dhe ai që s'falet, mos të merr të argument se po falen është fatkeqësi e madhe që ndodh sot, i shohim njerëz që thonë po falet filani. Ai po shon xhamiun, çka ku më fal? Unë kam zemrën e mirë, ja. Zoti subhanallahu nuk i pranon as këta. Në atë kuptimin që Zoti e don me kanë i kombinu me dyja. Për këtë arsye tregohet rasti kur pejgamberi sa më thotë që vetë kam hi tash një pe banorëve të xhenetit, është i gjallë hale, kam hi në xhami dhe këtë kështu kush është ai njeri. Edhe njëri prej atyre që deki me ditë kush është shumë ibadetxhi i madh, namazli i madh, namaznate, 5 vakte, namaz vullnetar.
Shumë, sa që baba i vet i shanku te pejgamberi për të, shumë po falet, as pjep hakun familjes. Çaq namaz ka bu. Mirë po çka, kur hini një njeri thjesht, sa kish marr abdesi, pik që abdesi, se në gjithë ke kush. E ky pat marak shkoj në shtëpi tina lypi konak, najti me të trinat, ja kqyri namazin, ja kqyri veprat, punë. Në fundu me një farë lloj inspektimi me qysh, çka të bëu këtë se ka xhenet li. Mirë po du më kthy të çka është shumë rëndësi. Po thot pejgamberi ka me hini xhenet li, ai që po hin ku po hin? Apo hin kafe, apo hin pazar? Jo, po hin xhami. E që kjo xhamies kur e përcjelli tash, thash ka puna jote, thash unë s'kam probleme, se në fillim tha kam probleme me babën një mik, tha s'kam kur fat problemi, po i marr me të qyr çaj të punu. Tha vallahi jo kur s'ka diçka tjetër çaj ke pa çeta. Tha po pejgamberi për ty ka thonë xhenet li, haleti i gjallë në dynjë. Tha mund me kanë, tha unë kur bi me flek. Mundet ndoshta është kjo, ha? Ai s'pjep vetit garant. Po thot mundet me kanë që unë kur bi me flet ja bëj halal këtë aty që më kam bu keq. Domethënë aspekti përveç namazit që ka kry. Po, edhe zemra e mirë. Këto do të më kthy. Pa u kombinu këto dyja. Edhe zemrën e mirë, edhe namaz. Por edhe këto e përmendëm ai, një për qëllimet të namazit që përmend ajetin më herët, dhe falë namazin, se namazet largon nga punë tek xhia. Domethënë Zoti praktikisht po na tregon urdhën me fal namazin, po na tregon edhe një fryt. Falë namazin, cila është fryti i namazit, largon nga punët e neveritura, nga punë tek xhia. Prandaj, sikur kjo është aja peshoja që na në farforme mundum me mot, secili për neve, edhe ne që po bisedojmë këtu, por edhe secili dëgjues i cili kryen namazin, e ka një peshoje, e ka një diçka të prekshme që mundet me thotë, unë po falna, po apo largojna prej harame, apo largojna prej të këqija. Nëse realisht e shet që më fal po falet, po vazhdon me veprime të cilat bien ndesh me namazin, atëherë disa njerëz thonë më mirë mos më fal hiç se sa më falë me bokeç. Ne i themi më mirë është më fal, po mos më bokeç. Prandaj ky se pa realisht namazi është ajo pyetje shumë shërim i bukur që po thot Allahu në Kur'an kur do të pyeten xhenemlit, ma salakakum fi saqar, çka ju pruni në zjarrin e xhenemit, çka ju pruni në xhenem? Përgjigjja e parë që kanë më thonë, qalu lam nakum minal musallin. Si mi fal. Përgjigjja e parë, tani vazhdojnë tjerat, si kemi ndëru jetima, si kemi edhe veprime të tjera obligim. Mirë, po e para është si mi fal. Për që ata duhet me pas parasysh që ai që e merr argument pra që the, ata që falet po bën keq gabim e ka. Po edhe ky që falet, edhe bën keq, ky gabim për veti. Nuk e arsitojmë se dikush është i keq edhe falet tash më arsitu më unë s'po fal hiç, se kam zemrën e mirë. Zemra e mirë ka dhe edhe punët e mira. Varodin ndoshta ai që falet, shkon në xhami, mundohet me kry ritualin e të falit, në atë formën që ai e praktikon edhe e din, ka mundësi që me ndryshu, edhe nëse ka vërejtjen personalitetin e tij, bën veprime ndoshta pa. Është një pikë. Është një mundësi e mirë se ai po shkon në vendin ku shpërndohet drita e Zotit, që është xhamia. Në farë ai merr epitetin si musafir i Zotit. Dhe padyshim që ka me lut gjurmë, ka me lot gjurmë ligjërata që ndëgjojnë aja forma falja namazën bashkësi që është shumë e rëndësishme xhamatit. Ka me lut rastësisht ka thonë vetë edhe abdesti që ai e merr, ose që ka me lut atë rolin siç ka thonë pejgamberi sa që ka thonë shokëve, para mendone sikur para njërit për jush, para dyrëve, njërit për jush është një lëm. Dhe personi njëri nga ju, çka po pastrohet, po lahet në atë lëm 5 rënditje. Çka po thot profeti? A mbetet diçka prej papastërtisë në trupin e tij? Shok po i thonë jo. Normale është që nuk mbetet. Atëherë çka thot pejgamberi sa thotë kështu është çështja e namazit. Me 5 kohë namaz, Allahu i madhreshëm i shlyn gjunohat mëkatet, lëshimet, gabimet. Është shumë që pejgamberi alayhis salam të di që sa është rëndësia namazit. Edhe ditë e fundit jetës tina në haxhin e lamtëmirës për porosiave të fundit që është kanë pejgamberi sa, po edhe para vdekjes ka thonë as-salah wa ma malakat aymanukum. Namazin. Pa namaz o problem. Po namaz duhet me pas parasysh ato që e tham që m'ia dhon hakun, edhe ato namazin edhe ato që ju ka dhon në emanet, mbes me rujt. Omeri kur e kanë plagos atentatin që ja kanë bërë në xhami, normal namaz sabahit i ka hu vetdia gjakdera e madhe, edhe si është kthjell, si ka ardhur vetdia. Pyetja e parë që e ka bërë. Subhanallahu, pyetja e parë që e ka bërë,
s'ka thonë a jam rrezik për jetë, ka thonë kun kry namaz. A ju më falë, a kun kry namazin. Edhe u quaj ka vazhdu namazin qashtu me gjak derdhi. Deri sa ka kry. Pa namaz është problem. Pa namaz ku? Nuk kem ku shkojmë. Për që ata, unë si shembull e përdori shpesh dikush thot unë kam tjerat po më fal nuk falna. Kjo është e njëjtë. Thot sani i parë që do të jepet leja për me kalu në ahiret. Është fjala për me kalu për hisabit, çështës llogarisë. Pyetja e parë që kemi u pyet është namazi. A ke fal namazin? Pyetja e parë. Për këtë do të më pas parasysh që këto mos me anashkalu, se ti mundesh edhe unë me pas vepra sot dush të mira. Mirë, por nëse namazin se ke pas, sikur që thash ai shembulli, shkon dikon me apliku për punë, me konkuru dikon për një vend punës, edhe çon diploma, certifikata, mirënjohje të ndryshme. Kallabllak, mush sot dush. Ama të mungon shkolla e mesme. Nuk e ke kry shkollën e mesme. Është kriter që duhet më plotësu gjithçysh. S'mundesh me kalu. E njëjtë është edhe çështja e namazit. Sa do vepra të mira, nëse namaz nuk ki, është problem me kalu. Farodim më ka bërë përshtypje hadithin që përmeni, një ditë të e lexu nola pak e buna një meditim rreth qëllimit, thonjes, mundesha me kuptu pak ma, jo si përfasisht pak ma thellë, këtë thonën që ka thonë pejgamberi sa çështja e parë për cilën do të merren pyetje robi është namazi. Nëse namazin e ka në rregull, i ka në rregull këtë punë. Ndola mendova domethënë të pas parasysh që namuzi është e vërtetë që shtylla kryesore e fesë pas shahadetit. Pas dëshmisë me cilën ne e shprehemi atë bindjen tonë të thellë ndaj Zotit Madhreshëm dhe dëshmojmë që është vetëm një Zot dhe pejgamberi është i dërguari i tij i fundit. Është namazi. Mirë, po megjithatë Ndola mendova thash pse ka qenë rëndësi të madhe mundet me pas namazin, të pas parasysh që na kemi edhe agjërimin e Ramazanit, kemi kryerjen e haxhit, kemi edhe veprime tjera. Erdha në përfundim që namazi, sikur pejgamberi po do të thonë është peshoja e cila e mot jetën e një besimtari. Don të thotë, nëse e ke kry namazin çush ka porosit Zoti. E që namazi çush ka porosit Zoti është namaz me përqendrim. Namaz i një personi që është i kujdesur, që e din çka thot, e din para kujt është dal. Dhe namazi i cili reflekton jetën e tij. Dhe kur reflekton jetën e tij ja rregullon çështjet, domethënë largohet prej harameve, largohet prej veprave të këqija, s'ka njeri pa gabime. Mirë, po besimtari domethënë ruhet prej gabimeve të mëdha. Ato gabimet e vogla, namazi prej namaz, xhumoja ndaj xhumon tjetër, i shlyn ato me styre çka kanë ndodhur ato. Dhe unë u binda, pse praktikisht është ai bindur, po binda thellë që namazi besimtari nuk duhet me kuptu jetën pa namaz. Mirë, po namaz i cili është i ndërtuar, i fortifikuar, namaz i cili është taman, domethënë i shijuar, që e shihen shijen. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam momentet e fundit të jetës vet, ashtu është namazi. Namazi, se apo çka do të thonë neve, falno, ama me namaz buka më thjesht. Pa bukë sërnuar, pa ushqimi kryesor i shpirtit. Te përmene që na nganjëherë në ditje me nejt, kem problema. Me hermet apo mundum në farforme me vazhdu ditën, sidomos pa ujë. Punoj se s'kum hunger, shumë thjesht. Pa namaz, domethënë atëherë është problem. Edhe pa namaz. Këtu do të më përmend edhe një element shumë që lidhet me këtë. Tham që namazi është u bë obligim të qiell. Dhe të pas parasysh vetë obligueshmëria e tij në qiell kur Zoti e ftoi Musafir Muhamedit Islam, e tregon atë vlerën më të madhe të këtij obligimi. Sikur Zoti do më na thonë neve që o besimtar, o besim drejt, o ju që keni përgjigj thirrjes së Zotit, nëse doni që ju më nxit lart në xhenetin e Zotit Madhreshëm, atëherë llogaritni që kjo është ajo dhurata apo obligimi përmes cilit ju keni mundësi me hyjë në xhenet. Kundërtën e përmend ti kur ata që se kanë kry, çka ju ka çu juve në farforme, ju ka shpije juve në xhenem, pas ka qenë domethënë lënia pas dore e namazit. Unë kisha me thonë edhe çështjen e atyre që nuk falen, se dikush thët po unë s'kum bo shumë të këqija, s'im falë që sa vjetë, kur më janë ismo, ama pranas, Zoti është i mëshirshëm. Zoti është i mëshirshëm. Zoti
i thirr robërit e tina kurdo që edhe nëse s'kan kredit në telefon, te Zoti nuk ka nevojë për kredit. Te Zoti çdo moment që i kthehemi, atina na pranon. Është shumë i mëshirshëm. Besoj që për këtë arsye që Allahu xhaleshonu tregoi që Musa i ka thonë o Zot, nëse një ibadetxhi, një adhurues thirr ty, çka i thotë të përgjigjem. Zoti thot për adhuruesin, ai që është në rrugë Zotit, thotë të përgjigjem. Po thotë nëse të thirr një gjunaqar, ai që i ka ikur Zotit, thotë Zoti thom atina të përgjigjem 3 herë. Për këtë arsye bëj apel, i bëj thirrje gjithëve që le t'i kthehen namazit, le t'i kthehen ushqimit shpirtëror, se mos sot nuk ju kthehen. Ka më ardhur dita që kanë me desht mu fal. Për këtë Zoti në Kur'an thot, për ditë gjykimit, në ditën e gjykimit, njerëzit ata që s'janë fal kanë me desht mu fal. Thot Zoti do t'i thirrun për me ron sejdë mu fal. Prandaj ama nuk mund mu fal. Prandaj mendoj Farudin që ky bashkëbisedim, këta pak minuta që i patëm në dispozicion të këtij misioni, shpresoj që sadopak ka has në vesh, domethënë, cilët janë të gatshëm të dëgjojnë fjalën e Zotit dhe si ata që falen, që ta ngjallin namazin e tyre, natyrisht me theks veçantë ata të cilët nuk falen, që t'i kthehen adhurimin ndaj Zotit të Madhreshëm dhe ta dinë që nëse dojnë me kënaqë shpirtin e tyre, atëherë mundësia më e mirë është që një kthy namazet, miro Zotin në sejdë, se njeriu patjetër prej natyrshmërisë e tij është me qenë rob i dikujt. Atëherë sa jemi rob dunjas të para se të mallit e gjona të cilat nuk kanë vlerë, bëhemi rob të vërtet Zotit të Madhreshëm. Kudo që jeni teleshikues, unë së bashku me Farudinin ju përshëndesim dhe shpresoj që do të takohemi në misionet e radhës. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.